Arbër Hoxha la fushën e Blertit dëmtuar me barel, ndërsa Dinamo Zagrebit fitoi 0-2 në transfer të Negoricës. Sulmuesi kombëtares do të zëvendësohej 1 minutë para episodit ku dëmtuan dhe se gjyqtari nuk do e kishte ndaluar. Trajneri i Dinamos së Zagrebit Mario Kovačević u pyet për gjendjen e Hoxhës pas fitores. Nuk e di, do e shohim, ende është gjithçka e nxehtë, shpresoj të jetë mirë, u shpreh tekniku i klubit kroat. Përpara është ndeshja me Hajdukun e Splitit, pikërisht më 6 dhjetor Dinamo Zagreb ka mundësinë të fillojë arratisje ndërsa aktualisht është 1 pikë para. Arbër Hoxha po zëvendësoi në minutën e 85 kur gjyqtari Mateo Erceg nuk e lejoi, më pas erdhi dhe dëmtimi absurd. Ndërhyrja e Ognjen Bakić ishte e rëndë ndaj Hoxhës, për këtë edhe u ndëshkua me karton të verdhë. Ansori i kombëtares shqiptare la më pas fushën e Blert në minutën e 88 duke qarë dhe në barel. Dinamo Zagrebit fitoi në transfert edhe pse luajti nga minuta 75 me një lojtar më pak pas daljes me karton të kuq të Stojković. Pas zëvendësimit të Hoxhës erdhi edhe goli i dytë që vulosi fatin e takimit me rezultatin 0-2. Në përfundim të 15 javëve, Dinamo Zagrebit ngjitet në vendin e parë me 1 pikë më shumë se Hajduku i Splitit.